Projekti Smart City synon rritjen e sigurisë rrugore dhe asaj publike përmes inteligjencës artificiale dhe instalimit të kamerave në rrugë, radarëve, kamerave të trupit për policët dhe sensorëve të zhurmave. Kështu shpreh zëvendësministri i Brendshëm Besford Llamallari gjatë paraqitjes në Komisionin për Politikën e Jashtme të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së HUAS ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim të Abu Dhabit për financimin e projektit Sistemi i kamerave në administrimin e policisë së shtetit Smart City. Në funksion të rritjes së parametrave të sigurisë, dhe kur flasim për sigurinë, po flasim jo vetëm për sigurinë rrugore, pra paralelimin dhe zbardhjen e verave kundërvajtjeve apo verave penale që mund ndodhin që lidhen pikërisht me sigurinë rrugore, por edhe verave penale përfshirë dhe ato më të rënda, serioze, krimet e tjerë që lidhen me cënimin e sigurisë publike. Konkretisht kemi të bëjmë me një numër shumë të lartë të kamerave të vendosura si për monitorimin e trafikut dhe identifikimin e shkeljeve që unë përmendëm më herët, por edhe njohjen automatike të targave, kamerat e trupit për policinë, gjithashtu dhe 100 radar inteligjent dhe 100 sensor zhurme të vendosur në nyjet kyçe të infrastrukturës rrugore shqiptare dhe mbulim i plot i pikave të kontrollit kufitar, duke siguruar kështu një rritje të qëndrueshme të parametrave të sigurisë publike, por dhe asaj rrugore. Për sa i përket aspektet të negocimit, është negociuar që vlera e HUAS do të jetë në vlerë, pra në shumën $118.5 milion, ku do të pasohet me një fazë zbatimi për 12 muajsh dhe do të kemi dhe një fazë funksionimi dhe mirëmbajtje për të garantuar që gjithçka shkon më së miri në një periudhë prej 48 muajsh. Edhe deputeti i Partisë Socialiste Petro Koçi mbështeti këtë projektligj që sipas tij është një lajm shumë i mirë për sigurinë publike. Projektligji u hodh për votim dhe u miratua me shumicë votash dhe vetëm një abstenim nga ana e deputetit Vanxhel Dule.